Ja, ku është hop, e pat, e nëzori pa kokon zoti Murizi në ekran. Zoti Murizi me mbrëma, krajsi që muri ktheve në studio, kështë marrë pak malli. Murizi ka ndodhur një ngjarje në fakt. Dhe jo vetëm në Partinë Demokratike, ku ti bën pjesë, po ka ngjarje edhe përreth Partinë Demokratike në qytet. Dhe Murizi në fakt, unë do ta filloj me njerë pa humbur kohë, me një ngjarje, po themi që është e fundit fare, freskët. Nga Ministria e Shëndetësisë vjen ky lajm, le të nxjerrë tani në ekran, qeveria Rama u përmbledh me pak fjalë ka miratuar trajtimin hormonal, zoti Murizi, të personave 14 vjeç plus, se dikur ka qenë 18, tani kanë ulur e ka bërë 14, pra një djalë do të bëhet vajzë për shembull, mund të bëhet në moshën nga mosha 14 vjeç, dhe qeveria ka miratuar protokollin zyrtarisht, protokollin mjekësor për trajtim hormonal të personave 2S LGBTQIPAA. Kjo është... Sa gjatë i re? Po, nuk i rash unë. Unë e dia... Unë i bi shkurt, LGBTQ, ju them. LGBTQ i thua ti. Por, zyrtarisht, nuk quhen më LGBTQI e tjerë, po quhen 2S, pra 2S, LGBTQ, QI, PAA. Po prapë po aty ke qeja është, është më mirë kështu si që them. Qeja. Ke LGBTQ. Qeja nuk ikën asnjëherë. Po prapo. Dhe shqyr që është. Është qeneri e madhe që s'ka pse ikën qeja. Qeneri nuk është me pse në qeneri? Qenerit përpiqen me çdo kusht të mjellen qeneri në atë që krijuesi ka sjellë në tokë prej mira e mira vitesh. Është pjesa e qenerisë politike e konvertuar në qeneri qeverise që do të sjellë qenerinë familjare. Kështu që prandaj është qeja aty. Biles për mu po the le qe ose LGBTQ, sa ato është germa tjera i harxhon kohë, jem rregull dhe kuptojnë gjithë ato për çfarë ke fjalën. Që mu më kuptojnë shumë. Disa herë një aguri dhe Amos për shembull ka tentuar që të gjobis në televizion. Jo, i vën gjoba vërtet. Prandaj unë jam i saktë tani se s'duam të am gjoba. Prandaj kanë vënë 2S LGBT sepse kështu është zyrtarja fare. Është gjatë shumë ashtu siç e ke bërë ti, ajo duket si janë këta numrat e shasive të numrat e shasive të telefonave BQ që kanë përdorur kontingjentet e trafikut drogës. Pra telefonat Sky, Ekro dhe BQ si shasia ajo që ke bërë. Ko ti harxhon gjithë shkraja? Të them. Po të më pyesësh domethënë 2S, ja? Në fakt është shumë vështirë për ta thënë. Është numër shasie më çfarë? Edhe ata çket, edhe këta që, kështu që pse Okej, kjo ishte sa për batut tani. Realisht. Biles, shatar që atë ka mëzëqe, ju thonë beqe, ti heqish edhe legen. Edhe legen. Mos e përdorash vra që ti jetë fix. Si që kanë dalë të targat me porosi. Mos ndoshta nuk duhet jemi... Mos, pra, më falë, sepse unë kam qenë fillim të emisionit, më shfut kjo miza, se është vap tani. Mos u bëj vrasës. Edhe bukur është që... Mos u bëj vrasës. Po nuk kam, jam i detyruar, vrasës me pagesë. Tani dëgjoj Arianin, unë i vrasto. I vrasto, Lymon, kërkojnë ndjes, ja ku është, Ledjo. I vretë se të kanë zoptu teritorin, se të qenë për jashtë as i vretë atë. Jo, jashtë, jo. Me që të kanë arkë në teritorin të atë mirë. Nuk në lëre ato, por. Mirë, bë. Tani, sepse mësym, e para është për mu, nuk e di është vendim qeveria po uzimi kësaj... Lym, një sekund, Nietzsche ka thënë, mos, ku dhe gjithën, e kam këtu. Pa e njef Sala Nietzsche, nëse Nietzsche Sala, në të Ministre e Shëndetësisë, se besoj. Jo, nuk ka lidhje me këtë, e kisha për mizën. Nietzsche ka thënë, Lym, mos, po në kisha këtu, më ku në vajti më të një. Ma nis dhe njerë të lutem. Një sekund, besu se shumë e rëndësishme kjo gjë, që njerëz ta kuptojnë pse unë e vrava mizën. Nuk është gratis kjo akt që unë bëra sot, është i menduar, ka një filozofi nga mbrapa, e kupton? Manise? Ja. Nietzsche ka thënë, morali ka dhe një kriter estetik. Morali, thëta i tani, po, nuk e di, se ne kemi jashtë kontekstit, të duhet me lezu tamam. Morali ka dhe një kriter estetik. Nuk është njësoj, ka thënë Nietzsche, mësym, nuk është njësoj, si të vrasësh një mizë dhe një flutur. Ka ndryshim të madh. Po tjetër se s'kullosin të njëjtën vend, mire ka Nietzsche. Nuk kullosin të njëjtën vend? Po, miza kullot zakonisht në hale, dhe mirë bën që e vret flutrën lule. Pra? Shë që është shumë. Ta kam thënë janë emisionin tatë. E ke thënë? Po, dalimin mes Bletës dhe ishte për përzjedhjen e Ramës, që pse zgjedh këta, pse zgjedh ata, i thashun,
Miza shkon atje, nësa bleta shkon lule. Ndaj hahet ajo, jashtitja bletës, nësa miza jo. Që ke mirë bën. Dhe do kujtojmë Mr. Murizi që ju keni mbaruar studimet e larta për veteriner. Fiksë dhe... Pra çdo krahasime me kafshën që bën Murizi është komplet pozitive, zotin, mos shikoni asnjë lloj kështu. Madje qëllimi të keq që ka mbrapa. Po ta ushtroja si Xhanata shtru shumë. Numri i pacientëve të mi gati do ishin 90% politikanët. Do të ishin pacientë Xhanatit tim. Pse? Është thuar qeveria, po ti. Po ta thash të fillim. Dgjoj. Dhe po flisin për këtë gjë. Pra, është vendim qeverie se desha ta ndaj, nuk jam marrë fort me këta se me të thënë drejtë. Ja do nxjerrë letë tani, nxjerrë pak ajo lajmin. Unë besoj në Zot dhe jam pro familje, ashtu siç i madhi Zot na ka krijuar. Me humor në kuvend kam thënë kur diskutohej në 2020 që ja, shive që i mësym të jemi korrekt. Po kjo është terapi se ju thatë terapi hormonale pra. Po pra. Me bëj farmakime. Terapi hormonale, di çfarë është? Është urdhri i ministrit shtetsisë. Për mua duhet godit nga të gjithë shoqatat. Ti thua që nuk duhet të kthehet në ligj kjo. Si? Nuk mund të bëhet ligj. Ligji kalon në parlament, po s'është as VKM që të ketë fuqinë e ligjit. Ky është urdhri i ministrit Sala që të thashëm dy. Po? I shtetsisë. Po pra. Besoj që shumë shpejt në një grup avokatësh apo shoqata të interesuara pro familje sot ka reaguar edhe komitetet. Pastor Akil Pano je pash njëri do që ka reaguar me duhet ta çojnë gjykata shfuqizojnë si antikushtetuese para se unë moshën. Ja, çfarë thotë mësim, më falni sekond, thjesht. Urdhër. Për miratimin e urdhër, pra është urdhri i ministrit. Udhëzuesit të praktikës. Është bëj udhëzim që i ka thënë ajo ma bëni kështu dhe kjo ka nxjerrë urdhër që të hyjnë fuqia e udhëzimit që ka bërë ministria e saj. Me fjalë në hierarkinë. Është bazuar në një ligj se kjo në hierarkinë nuk është e jashtëligjshme pra, është bazuar në një ligj që është bërë kjo udhëzimi. Nuk e po të mashu, ma gjesh se ça ligji citon, nuk e besoj. Është miratuar i ligji që u bën në parlament për barazinë gjinore. Po pra. Do po s'ka lidhje me këtë. Kjo është ja, çfarë është kjo? Urdhëroj, nuk e di duhet me lexu se e kam si. Lexoj që lediot lutem sepse mësymi është njëri korrekt vëlla dhe do që ja, për miratimin e udhëzimit ku më poshtë. Urdhëroj. Urdhri. Po mbi ç'bazë, ku e Pika XXXX. Mbi ç'a baze? Urdhëroj. Mbi ç'a baze? A thot gjë sepse mësymi ka qenë deputet vëlla dhe i di këto. Në bazë të kujt e kanë nxjerr këtë urdhër? Mbështetur nenin 102.4 të Republikës së Shqipërisë. Nenin 102.4. 55/2022 për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar ligji 10/107 për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar me vendim XXX të Këshillit të Ministrave për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimit kujdesit shëndetësor dhe janë bazuar te ligji, e shikon? Jo, ai s'ka të bëj ligji për shërbimin spitalor, s'ka të bëj fare me transgjenorët, po kjo në atë kohë ka qenë sanitare. 2022 pas tonë spitale ndali kjo doktoresha e madhe. Ka thënë që ka qenë doktore shumë e mirë, mësim. Se di për zotin vështë. Nuk e... Me të thënë drejtën ka pati debat me një politikan që ka arë nga jashtë, edhe më tha me Agron Shehajt. Me Agronin? Po, ka marë nuk është turp vish nga Firenze. Dhe këta që kanë qenë me mira, për të mësën 10 mira, fëmijë shqiptarë që kanë ikë prindrit e tyre, Agroni ka i 14 vjeçë, po e morë me gojë kotë në... Jo, Agroni është djali mirë shumë. Po, këto s'kanë arë me konkurse. A është detyruar të marrë shkollën Firenze se këtu ka marrë klasën e 8, në të ishte dhe të mesme të lartë do të bënë Firenze. Ka i kur i vogli shkreti, po, kemi të dhe foto. Pra, nuk ka arë në politikë me konkurse, ka arë se njofti Lulin, po ka tjerë që kanë marrë në Oxford, në Harvard, në Cambridge, që s'ka njofti Lulin në sekunatin dhe nuk kanë ardhë. Ta lahtari madhë i këtyre që thonë kam punu i ashtetit. Po ke punu, po ke ikë, prindi jot ka ikë për halë, kësaj si kanë ikë për halë prindrit, e i ka pas funksionar në altë partisë punës, kanë ikë nga fondacioni, nështë. Por, i kam njoftë rasisht në vitet e 91-92. Si ka mund të që njeftë i gjithë, më burë? Qa jeti, më burë? Qa jeti që njeftë i gjithë, më burë? Para për fatë në kejtë këtyre që kërkojnë në qefin historinë e tyre, unë maj menë shumë. Dhe dyta nuk ka më fatë kejtë për njeri që krenohet me vend linjen ose vendi ku ka punu. Kam punu në Tokyo, ka pas qeni Barsalet në kohët partisë punës, 2 gra në trend po i bi shkurt, i mburëshin njëra tjetërës. Ku të punon burri ty, i thanë komitet partisë rreth, bënja, qa punë e bënë sekretari parë, po ty i thaja tjetër në komitet qendror. Tha kjo, qa punë e bënë pastrus, tu problemi është që... Tu problemi... Jo, një sekund, do të përsërisë... Problemi është që ne duhet bëjmë do të përsërisë... Për disa debil... Ma përsërit dhe njërë të vetë thujeme nga dalë. Që të mbetet, lutem. Ishin 2 gra në trend, kohët partisë punës. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Ditë në Tokyo? Po ta thash pra,
Ka shumë tjerë që thonë ka marrë nga Tokyo, po çka ke punuar në Tokyo? Po tradicion se kupton, ose gjëra po zhvillohen në Tokyo, në Japoni. Ta lidha me këtë. Atëherë 2 gra, vetëm thuaj nga dal, lutem. Ishin 2 gra në tren kohën e Partisë Punës. Po. Dhe s'kishin që muhabetin bëjnë se treni nga Tirana në Rrugë Zhinda në 4 orë shkonde. Sigurisht. Po, si Dukovil. Çukur. Për t'ju mburë njëra tjetrës, muhabet dhe i thanë ku të punon burrët. Po. E para i thanë komitet Partisë Rrethit. I tha ajo e dy. Zhë më thënë Qa punë e bën? Ja që kotë komitet. Tha sekretari parë. Tha kjo. Po ty i thot kjo tjetra, ku të punon burri? Komitet qendror i thot kjo. Tha ajo. Qa punë e bën pastrus? Pra është ai që... Kjo është e bura. Ai që burrë. Pa është me shumicët e politikës dhe të ministrave klaun që kemi parë në qeverinë. Qa punon minister? Qa ke punu për para sanitar? Këta. Se ka shumë tjera që ka ndarë. E me gjithatë. Për të kësaj, ajo ka drejtë të nxjerrë udhëzime, se është ministre. Po, urdhë dhe udhëzime... Me udhëzimin tani, je pro apo kundër? Ka të drejtë transgjinorët? Ka drejtë transgjinorët? Pyet mu. Po pse këtë pyet? Të fillim që jam besoj në Zot. Për më tani, këta njerëz që nuk besojnë në Zot, një sekundë. A duhet të jetojnë këta? Duhet të marrin trajtime këta? Mësim se du t'jemi qik zemër gjerë. E para, zotësia juridike, për të kryer çdo veprim në mënyrë të pavarur jashtë kujdesit prindëror ligjërisht, fillon në moshën 18 vjeç. Këta e kam për 14. Apo jo Ledio, ishte 14? Po sepse kjo është e reja. Noshta, ky soi bastard nuk e njeh as këtë ligj, as se si funksionon familja. As kujdesin prindëror se mund të jenë kopila që janë rritur vetë pa kujdes prindëror, me që po ma kërkon kështu drejt për drejt. Drejt për drejt. Po. Dhe këta mund të kënë dalë nga 2-13 vjeç kanë dalë në qetë. E nuk e din që duhet jetë prindi... Ku kanë dalë? Në qetë, partizan. E ke pa filmin e kanë dalë të afilit? Po. Këtë nusën të amorin partizane. Po. Të shumica e nusë që kanë dalë partizane 2-13 vjeqe. Dhe këta nuk ka gomis që njëtë. Nuk ka as gomisteria, as konvergjenci i bindë vitë. Konvergjenci, po, s'ka. Pra, kësoj pastart i qeneris, që ta thashun politike apo qeverisë, që kërkojnë të mbjellin këtë pislikë, këtë loj qenerie edhe në gjdo familje. Kështu që... A janë o më gjë këta, më thot njëri? Filani, o më gjë. Kush? Për ministren? Jo, për ministren, po. Për cilë? Mos e ka për njerëzi që duan të bani këto hormonet pra kështu, këta që... A janë o më gjë, thot? Në parlament ta njësa me ta thanë, kam bëjë fjallim, duke thanë që nuk mundet, unë nuk jam, pra nuk jam që ti shoh me urrejtje apo me përçmim, se cili ka zgjedhjen e tij. Por unë nuk mund të përqej çfarë do lloj vesi në këtë shoqëri njerëzore. Qartë. Vesi keq është të krush hunët kur jenë tavolinë duke hangër bukë. Normal. Shumë vesi keq. Ose të marrësh thikën e pirunin të krush veshin. Po. Vesi keq, po. Ka sa që e bëjnë. Po të qëllon kafsha në tavolinë, nuk e që bënë. Por që unë nuk... Pra, nuk kam qeftune me këtë kategori, por që unë nuk mund ta mburr dhe të them që bravo e qof filani, pëse ti mësoj dhe më fëmijët e mi që të bëjnë këtë gjest në tavolinë. Detaje për të pasuruar analizën tënde. Mjekimet janë, femra do marrin testosterone, burat do marrin estrogen dhe anti-androgen. Pra, për të bë change. Se ti i di këto, se nga që kemë bërë vetër... Për të bë change. Testosteroni është hormon mashkullor, të japin grave. Po pra, atë këto pra, bëhet fjarë për njerëzit, për femra që duhet të bëhen meshkuj, gozet duhet të bëhen çuna. Po nuk bëhet më. Nësa burrat duhet të kthehen në femra, do marrin estrogen. Po dalë më, bëhet kjo, o mësim, dëgjoj tani. Po pse më ti nuk e pa transgjinor jashtë më? Po kam pa më, por problemi është që kështu trash, jepi hormone sa të kesh qef, veglat nuk ndryshojnë, o Arjan. Tani heqë dhe veglat, o Lym, tani vje keq, po ta them. Po nuk është geni, kur është saju mrena 20 ditëve, fëmija... Tani i thiri pak veterinarist, se të ndimoj shumë shkolla që ke bërë. Kromozomet e njejta, XX, ajo që të bënet i si tark, si numër shasie makine, dhe XY... XY është i meshkujve? Bëj gjatë rrugës që të ke shkefti... Jo, XY, jo XX. XY është meshkulli, Y-i... XY. XX është mashkulli, XY është femra, apo jo? Bëj ti mas kësaj, masi është në gjithë... Çdo modifikim të mundshëm? Që të ke shkefti? Që të ke shkefti nuk ndryshon kjo. Nuk ndryshon do. Ndërkohë ta poshtojnë pa fundë. ADN-ja, dakord se është bën mod dhe i paguajnë. Pra është qeneria botërore me krye... Ti thua shtyrë dhe në industri. Është dhe industri. Marketing. Është dhe biznesi pa parë. Patjetër. Pra, në moment që kërkojnë ta shesin si aset superior ndaj 90% që të shoqërisë botërore, pra, nëse po them janë 100 milion këta lloj, bota ka 8 miliard rop,
është vesh që ka ekzistuar që është në lindjen e Veriut, e se Minxora këta na e prish. Minxora sepse edhe ky ishte aktualitet në 17 maj ka ndodhur që u bllokua bulevardi. Jo 17 se bën këta, atë e bën me 20. Me 20 e bën? Po se më 17 si ishte Gonzatja në gjenje pune, ditën e kanë 17 si fest, edhe si ishte ambasadorja e BE-s në gjenje pune dhe me 20 që e ka qenë dhe këtu më kushtan, mos është ky i pari, më duket kjo. Është ambasadora i është. Ambasador, ja. Është mashkull ai. A i thot kam mashkull për partner, ka thonë televizor vetë. Dhe inshallah nuk në gjonë ty që thu është mashkull, se do të padisi. Po kjo është në rolin e marrjes së hormoneve të estrogenit dhe të oksitocinës. Jo, nuk kemi varianti. Nuk kemi fakte fare për më. Po a i ka thonë që bashkjetoj me i burë, thot ky. Se po të thoshte bashkjetoj me i transgjinor që a i është grua, do thoshte ky vetë. Jo, janë dy burra me sa di unë. Po si i dalon mëse është, duhet me jo bëk të adenencës. Po dalojnë edhe në këshumë, ola transgjinorë dalojnë. Po në surat pa tjetër, më surat. Edhe në trup. Dajtë thashën se dole ke unë tashi. Pra surati dhe trupi lind tek ai kromozomi. Bëjt qatë ke shkefti, nuk e ndryshon do të kromozom. Tashin me humor, se kam njës 3 herë me ta thonë, parlament pa ta thonë. E dima, po duhet të jemi dhe korekt me ta njerës. Me shumë korekt me njerëzit, nuk është se kam asi gjo me ta. Kusht ketë qefi shtoft oreksi, është halli tyre. Ti vete ke thënë, problemi është që edhe mekaniku nuk e mërthen do të vidën me vidën, ose dadon me dadon. Duhet o vid me dadë që të mërthen veglët. E vërtet është kjo. Nuk e mërthen. Dhe kur e thashën parlament... Ose ajo internetit, e ke pasisht ajo... Po gjitha nuk ka nevoj fare. Mas kësaj që unë deklarohan parlament, ka gjenë 2021, me humor disa portale, kishin vënë shenjën të tualeti, si pas me Sty Morrizit, shenjën e vidës ke tualeti meshkoj dhe shenjën e dadës ke tualeti femrave. Pra dhe mekanikisht, për me majti gjënë kam, për me e mërthy, si mërthem do 2 tjeta, nuk mërthet ma. E ma gjej, po ka mekanik. Që mërthem vid në vid, ose dado më dado? Jo, nuk bëhet. Duhet vid dado se s'bën. Po, kujdes... Ta duhet me i mërthy, këta që po kërcejnë atje. Po një sekund pra... O vid më vid, o dado më dado, nuk shkon. Po jo, pra mislim se... është gjë e zbërthyshme. Mislim, ti prap, më duke se prap ka një inkoherencë në këtë që sa po the. Po? Pa dash kundërshtoj. Ti thua vid më vid nuk bëhet, jemi dakord. Po në rastin për shembull të 2 homoseksualëve, nuk është vid më vid ajo. Njëra është vid, tjetra është tamam. Pra pse mendon që duhet të jemi vid më vid? Apo ti mendon që ata atë punë bëjnë? Jo, a bëjnë ndryshe. Pra njëri kthehet. Është vid me vid. Si? Është vid me rondele, jo me dado. Pa e shikon që e ngatrove pak? Jo, këtë e thash për ata që ndoshta nuk e dim se çfarë është. Në kromozom, ata le të bëjnë çat kanë qef, edhe po këta ishin të huaj shumë dhe kjo, e bene, ishe më shumë të huaj se shqiptarë. Pra ne është shty, pra. Kjo ishte organizuar shumë kështu. Ishte disponibë, po të huaj, pra të huaj kanë ardha, i bie Leksi. Kush? Leksi. Kush Leksi? Leksi, krye shefi i qenerisë botërore të këtyre. Leksi. Vllai Ramës më Leksi. Vllai Ramës? Ramës dhe Jeren Velis. Leksi më Leksi Sorrasi, Leksi. A, Leksi? Leksi më Leksi, i theme ne. Fyt, shipe kjo, tani kjo është çuna apo gocë kjo? Ku e du të pyt Leksi? Po ajo buçi... A i ka pru? Po është një buçi aty, më si shikoj ajo bullafiqe, ajo. A i do më të shikoj. Qisa bullafiqe që aji atje më rëmbu. Leksi, po pëse thua... A i është nga Romë të kombinatit. A, në dio? është nga Romë të kombinatit. A, pëse është shqiptar aji? Po. Jeton kombinat? Po, nga Romë të kombinatit. Trotë shumë abeti, digjo, ky vënd duam ne mësym, shoqëria këta njerëz i kanë futur gjirën e vet tani dhe i mban mirë, valla, nuk janë më kundër, ke vënë? Nuk e di ty pse shqetësojnë në burr. Nuk shqetësojnë fare. Po ke një lloj kështu ti që thua jam kundër. Jam kundër këtyre. Sa nuk të shqetësojnë më fatikisht. Po nuk shqetësojnë hiç, më këto shqetësojnë vetën e vet. Për mua s'ka asnjë lloj problemi. Po ç'ket atë ti të vjen keq për ata. Ti po mpyet ai do, si do, ai pëlqen as si do. Ai është dakord me miratimin e ministrisë. Jo, ai është miratim antikushtetues. Dhe duhet godit në gjykatë sa më shpejt. Po ta mendosh një moment më valla, o mësim dëgjoj. Ore prek minarenët, po them edhe herë, ta shpjegova pse. Pra qysh moment që thot për 14 vjeçaret, prek minarenët. Po ligji në Shqipëri, më fal, minoren quhesh deri në çfarë moshe? Deri në moshën 18 vjeç. Nëse bën një vepër penale, duhet gjykohet më para ke gjykata e Vlorës, gjykata e minarenëve dhe do trajtohet si minaren. Mbi 18 e 1 orë apo 1 ditë, pastaj ke përgjegjësinë penale të plota pa kufizimet minaren. Para 18 vjeç është me lejen e prindërve në fakt. Kur është para 18 vjeç? Lymo. Po patjetër me lejen e prindërve. Për çdo gjë, jo për këtë që është shumë e njëshme, më sensibil se sa. Megjithatë, sot Bashkimi Evropian kjo gjë nuk përbën më tabu. Nuk ka më debat, e kanë pranuar. Vendet e Bashkimit Evropian ku ne aspirojmë të BE për fatin e keq ka rreshqitur në këto 30 vite, 25 vite, nga drejtimi në burra dhe gra shteti,
në drejtimin e burokratëve dhe bythecëve të pushtetit. Qa Karavidhe, për shembull, si mund të pranojnë që beja, është lokomotive, madhe, emancipuse, qytetrimit, kur ka lloj sharlatani, lloj debili funksional politik, lloj ku diun, floktorje parukjere, u thecat në e shtetjet. Dhe për të bërë sa më tollovi, ja u tha Meloni, tash kjo floktorja, ja u tha në mes Parlamentit Evropian. Ju jeni mekanizëm butaforik, burokratik, që nuk leni yçkël pasaj ju që t'ja vështisoni njerëz që kur ja tha Meloni. Shtë se unë e them me humor, për njerëz me pak zhvillim të vonshëm, them, ti duhet me i kallëzu për salet hanën ky qeshtë premten. Pra kur e ka kuptu Meloni që ata e funksionojnë kështu. Imagjino po t'ishte kancelari Kohl, po t'ishte Shiraku, Berlusconi. Jo, nuk bëj fjalë, ishte tjetër epokë. Pra kur kjo ju plasi shpirti, i doli vesh ka vendi, derisa ja u tha Meloni. Që ka i nga Kohli, Merkeli, ke Merzi dhe Meloni. Nga Shiraku, ke i... Edhe Macroni do të. Që gjujnë, po i loj mu Macroni shkretë. Macroni ka halë mon shpi. Se rri fusin e plakët të Nisim në shpis. fillim të majit dhe ishim në Bruxelles me Ledion dhe me stafin dhe bëm 2 intervista në Bashkimin Evropian, në Parlamentin Evropian, në falë. Për herë të parë një emision shqiptar u zhvendos në studiot zyrtare të Parlamentit Evropian dhe bëm 2 intervista atje. Me rastin tani të këtyre negociatave për hapje mbylljen e kapitujve. E ke parasysh? Dhe një gjë është shumë interesante, që po të ecin në rrugët e Brukselit, në qendër, gjithandej, ti nuk shikoje flamuj belg, shikoje vetëm flamuj të 2 LGBTI, dhe flamuj palestinez. S'kisha si flamuj belg. Si shpjegon ti këtë? Palestinezët, me të thënë drejtën, ka një përhatër të heshtjes të Amerikës më fort, për edhe të botës qytetare. Palestinez dhe Ukrajinas, në fare, se harrova dhe flamujt Ukrajinas. Po Palestinez... Mbi çdo pedonale kishte flamujt e Ylberit në tërkohë. Po, të këtyre. Po, është beja... Pas të duash, është në mod tani kjo gjë, pra, është në mod. Po mi mos për prishim atë Terezino... Po ti nuk e, se tuash, nuk të Po nuk e njekun këtë lloj modë, kam thënë parlament, qofse Evropa ka kusht, që ne duhet bëhemi kështu antartë kësaj mode... Po ja, po bëhem. Po, unë do ikin Afrikë, unë vetë. Qofse bëhet me detyrim që të hiqet pasaporta nëse nuk je nga ky lloj, unë. Kur detyrojnë, thua ti? Po sepse kryeqeni, Leksi që thashun ty, i qenerisë politike, që shpiku vaksinën që sot ka dalë sheshit që është një qeneri e babzisë së pangopshmërisë, se kryeqenit me qenë të vërdalë me që ishin këta Bill Gatesin e Hill Gatesin e që ishin këta me vra. Hill dhe Hillar Gates e që janë këta. Sot ka dalë që është një sajes për të vra moshën e tretë, pensioneve dhe për të plotësu tekat që mos u ngopshin kur, të i grushti qelbanikësh që bën eksperiment me 8 miliard njerëz, që nxirrnin tanket, a thu se fluturonte Covidi, ose tallshin lokal. Kur je ull hiqe maskat dhe kur ngrihesh për të shkuar në baje duhet të vash maskën, nuk di çfarë distancë rrin Covidi nga toka. Në Vjen, un kam qenë me familjen dhe jam tallë me i kamarier, një hotel poshtë, në një lokal poshtë hotel e Europës, dhe i burri vjetër 70 vjeç, burri i ruar, kamarier gjithë vetë, kërkonte aty. Please Covid test kur hyje aty mbrana. Dhe i kam qitë aktin e kolaudimit makinës që ka i pullç. Të bëj bërë në këtë. Dhe kalamajt qunë. Edhe çfarë thanë ata? Po që thotë në sytë veç t'i dalës, jo më tha ullu, më rregull. Sepse po t'ishte shumë serioze të detyrohej me ligj që çdo lokal duhet kishte të punësuar në kryet lokalit një infermier që ta lexojë testin, është pozitiv ose negativ. Një kamarier, 50 vjet kamarier që ka filluar gjë, çfarë mund të lexojë nga testi? Ka një nxorë ti kolaudimin e makinës. Kolaudimi i makinës ton ka i pull të jeshile, nga do ta kthesh ajo vetin si vul e ambasadës amerikane. Si e vizë. Po më. Ja kam treguar gjithë miqve të vet. Shtallë, që unë s'kam bë vaksinë vet, as unë as familja ime, as një vaksinë. Dhe jo pak, po shikosh të kthesh mbrap fjalimet e mia në parlament gjatë Covidit. E di, mbaj mend. Pra, ju kam thënë Ramës parë dhe ministrave. Ju thoni që kur dilni nga shtëpia, duhet merrni taksi dhe duhet rri shoferi këtu dhe gruaja skiç ose burri. Ne hamë i pa lehen dhe flejmë një krevat, i thash flas për ato që flejnë me gratë e veta. Edhe ju thoni që kur t'ikesh në taksi, pra të shkosh në dasëm të apo në xhenaze, duhet marrësh 4 veta në shtëpi, 4 taksi. Ndërkohë që ti rri me 5 metra katror shtëpi, në i dhamë i kuzhinë, hamet jenë të lukë, ishte talle. Për të provuar se sa duron njerëzimi, talle nga 200 maskarej, 200 kryetar shtetësh. Kjo tani për ta mbyllur, është tallje apo jo? Jo, kjo është porosi, kjo është tallje nëse nuk do të reagojnë. Të gjithë shoqatat pro familjes, komunitetet fetare,
të gjitha ta që kundër këtij urdhë dhe që mbrojnë edhe me drejt, si që thot kushtetuta, minorenët, duhet ta padisin në gjykat këtë urdhën e kësaj. Ja, ma nisi Pasori, Pasor Akili, se Pasor Akili është një nga militantët... Qojnë gjykat, se kjo nuk është... Marshim për jetën, thot Pasor Akili, më falë, Mili, Koalicioni Shqiptar pro familjes dhe jetës, thot, marshim për jetën, para ideologjisë, thot, presje shëndetësi, për fëmijët, për familjen për jetën, dhe thot, të hënën në 1 qershor, thot, në orën 6 të shesh Skënderbej. Nuk është as ideologji kjo. Është i lloj ideologjie. Që ma jo është, do në them më shumë është strategji e qenerisë botërore me nëkrye këtë të thashëm, Lex Qenin për të... Po ky kryeministri shqiptar, zoti Ramas... Pasali ky është moshtër në sensin e të lëpires dhe të civilizmit ndaj kujdo që menon që ndikon apo ka dorë zgjatjen sa më shumë të dhunës ndaj shqiptarëve dhe jetë gjatësisë të pushtet. Ky është fiks. Ledio, bëni me mu çfarë donim, leni të bëjmë me ata që kanë poshtë vetes çfarë du. Le të kalojmë pa tranzicion, zoti Murizi. Meriton Le të kalojmë pa tranzicion. Dhe ta qeneri që kanë bërë këtë lloj udhëzimi që të zgjatemi kaq shumë për mua. Jo, mbaroj. E kalojmë me gjithatë debati të vazhdoj kam shtypjen. E kalojmë me tranzicion atëre Ledio, para të kalojmë te fabula tjetër me zotin Murizi. Pas pak çastesh, mos u largoni.